Çdo gjë vjen nëpërmjet stomakut. Në ato korat e para thoshin, m'jep në gojë të bëhem soj. Mirë po, sot, ai që ka, nuk di të haj. Ai që s'ka, nuk gjen çfarë të haj, edhe gjithë problemi është tek ushqimi. Dhe unë sot do t'u tregoj një histori ande na hija ime, na krahina ime dikur. Ishte një grua zakoni, një dartane grua nga ato lloj gra që mbanin jatagan në Bres, edhe kishe një burr razgan që punonte sa për 3-4 burra, edhe burr autoritar. Mirë po, ai burri nuk arriti të shijonte demokracinë. Në prag të demokracisë vdiq dhe i la 3 djem. Dhe kjo si zonjë grua që ishte, me punë, me sakrifica, i rriti mirë djemt, i nxorin jetë dhe këta u çuan për emigracion dhe filluan duke punuar, duke vend dhe kapital dhe u martuan. Dhe në kohën që u martuan të 3, kjo plaka vajti me atë të voglin. Dhe ata 2 çunat e tjera ty afër i kishe të martuar. Këtë të voglin e komandonte kjo, se kjo gatonte, i jepte ushqim të mirë, siç hante jati ti ushqim të mirë, punonte dhe kishte vend të ky i far kapitali, po kur vinte në darkë në shtëpi e gjente ushqim të mirë, sa herë që vinte në shtëpi kjo interesosh. Shikon që çunat e tjerë hanin ndonjë hamburger, ndonjë sanduiç në darkë, kishe momente që hanin ndonjë pshesh me koz, u bën djem çengela, se gratë kishin filluar kusht kishte më shumë kapital, edhe nuk kishin mend fare, burrat ishin ber tel. Edhe kjo një ditë në darkë i thërret çunat atje, se e kishte akoma kjo autoritetin, hajdeni që këtu, hajdeni, tha kjo. I thot kjo, po ju, po punoni, thot kjo, po punojmë, po për të ngrenë, hajnë në qik mirë, hanë, than këta. Po në qik mish pule, hani, thot kjo. Ham në than këta, ham. E kuptoj kjo që se kishin